Të nderuar besimtarë, do t'i kalojmë disa çaste shkurtimisht me ndihmën e Allahut të lartësuar rreth pjesës së parë të surës Al-Mudaththir. Dhe pse pikërisht kam përzgjedh për sot këto citate ose këtë fragment nga Kur'ani famulart. Edhe pse kjo inshallah Zoti do të dallohet dhe do kuptohet në vijim gjatë trajtesës, thjesht po e prezantoj që në fillim të herës dhe që në fillim të fjalimit, kush mediton në 7 ajetet e para të surës Mudaththir do të konstatojë dhe do të gjejë një skic të gjerë, të plot, të mirë detajuar, të ndryshuar nga Allahu i lartësuar, një skic jete, një plan jete, të cilin duhet ta ketë besimtari dhe besimtarja. Por përpara se të fillojmë, duke përmendur këto ajete dhe këto citate, le të kalojmë pak disa ditë më herët, më përpara se të zbriste kjo sure, dhe në momentet e para të shpalljes që erdhi shpallja të dërguar të Zotit lartësuar Muhammedit alayhis salam. Ju e dini që Allahu i lartësuar në një moment që kishte kapluar errësira në rrezullin toksor, deshi Zoti i gjithësisë të përzgjidhte njeriu më të mirë që jetonte jo vetëm në atë kohë, por që ka shkelur dhe ka jetuar në tokën e Zotit lartësuar, përzgjodhi njeriu më të mirë, më të virtytshëm, më të lartë për të mbajtur mbi supet e tij mesazhin profetik dhe për të përcjellë fenë e Allahut lartësuar tek njerëzit. E përzgjedh Allahu lartësuar në një mënyrë shumë interesante, duke e dërguar Xhibrilin, ëngjëllin madhështor, gjigant, atë fisnikun, atë të besueshmin siç e ka quajtur Allahu lartësuar, me citatet e para nga Kur'ani famulart, pikërisht në një shpellë shumë të vogël aty ku ishte veçuar profeti alayhis salam dhe meditonte thellë dhe fort në krijimin madhështor të Allahut lartësuar dhe ndihej shumë keq për gjendjen e vështirë të popullit të tij, se si shfrytëzonin, konsumonin mirësitë e Allahut lartësuar dhe nga ana tjetër adhuronin dikë tjetër përveç Zotit të gjithësisë. Në këtë moment i dërgon Allahu lartësuar melekun Xhibrilin. Dhe ju e dini shumë mirë se si Xhibrili e merr dhe e shtrëngon fort profetin alayhis salam. E shtrëngon një herë dhe i thot lexo, i dërguar i Zotit thotë unë nuk di të lexoj, për të dytën herë e shtrëngon fort, thot lexo, i thot unë nuk di të lexoj, për të tretën herë lexo, i thot Muhamedi alayhis salam unë nuk di të lexoj, dhe zbret Allahu lartësuar ose ja komunikon Xhibrili ato citatet e para të surës Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo në emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar gjithçka, lexo, informohu. Pastaj, profeti alayhis salam shkon në shtëpinë e tij. Normalisht shumë i mrekulluar, por nga ana tjetër dhe shumë i tronditur, sepse tashmë e kishte kuptuar që jeta e tij do ndryshonte krejtësisht. Më tani ai nuk do të ishte që në këto momente nuk do të ishte një njeri normal, por ishte i përzgjedhur nga Allahu i lartësuar, jo për diçka të lehtë, jo për diçka normale, mirë po shumë fisnike, për t'i nxjerrë njerëzit prej errësirave drejt dritës së Allahut të lartësuar. Dhe tani automatikisht do të ishte njeriu më i rëndësishëm në rrezullin toksor, por do të ishte edhe njeriu më i sprovuar dhe njeriu i cili do të angazhojë me angazhime jashtëzakonisht madhështore. Mirë po, edhe pse e dinte peshën e misionit dhe të mesazhit, profeti alayhis salam e shijoi jashtëzakonisht shumë këtë takim, edhe pse ishte tronditës, këtë takim me Xhibrilin, dhe kthehet përsëri në të njëjtin vend, me shpresë se do të gjende përsëri Xhibrilin melekun dhe do të merrte mesazhe të reja prej Allahut të lartësuar. Mirë po ndodhi që jo. Priste që të vinte të zbriste Xhibrili për të dytën herë dhe nuk po zbriste, për të tretën herë dhe nuk po zbriste, derisa në një moment kur po zbriste nga kodra dhe nga shpella Hira dhe kur po ishte në pjesën e luginës, dëgjon një zë, o Muhammed. Shikon djathas, majtas, nga para, rrotullua dhe nuk po shikonte absolutisht asgjë. O Muhammed, aty në këtë moment e çon kokën e tij dhe shikon drejt qiellit. Dhe çfarë të shikonte? Këtë melek që e kishte takuar në shpellën Hira, siç transmetohet në transmetim të saktë, në mënyrë të mrekullueshme, kishte zënë gjithë horizontin, kishte bllokuar gjithë qiellin. I ulur në një kursi, i ulur në një karrige. Thot o Muhammed, dhe shikon Xhibrilin. Në këtë moment nuk mund ta përballonte. Dhe kthehet në shtëpinë e tij. Dhe ju e dini shumë mirë, i thot bashortes, thot dethiruni. Më mbuloni.
Pra, u përball me një situatë shumë tronditse, pa diçka që nuk mund ta kishte imagjinuar, pa melekun në mënyrën dhe në formën që e ka krijuar Allahu i lartësuar, dhe ne dim shumë mirë se çfarë do thotë melek për sa i përket fuqisë së tyre dhe për sa i përket dhe madhësisë së tyre fizike, të paktën disa prej tyre. Dhe njëri prej tyre është dhe Xhibrili. Dhe thotë, më mbuloni. Bashortja e matur, dashamirëse, e mrekullueshme, Hatixha e qetëson dhe ato me ato fjalët të cilat kanë mbetur tashmë si slogan. Qetësohu o Muhammed, qetësohu o bashort, i dashur i nderuar, sepse ti nuk të humbet Allahu. Kujdes, sepse deri në këto momente nuk ishin zbritur me dhjetra dhe me qindra ajete përgëzuese që njerëzit e mirë nuk i humbet Allahu. Mirë, po natyrshmëria e pastër e kësaj gruaje madhështore e dinte dhe e kishte kuptuar që njeriu e mirë, atë njeriu e Zotit, që është në udhë të Zotit, larg të keqes, larg dëmit, larg padrejësisë, atë njeriu bamirës që është në shërbim të njerëzve të nevojtarëve, të njerëzve të dot, nuk e humbet Allahu. Ti nuk të humbet Allahu. Dhe i përmend në vazhdim disa arsye dhe shkaqe pse nuk e humbiste Allahu i lartësuar, dhe që është një përmbledhje e virtyteve të larta të dërguar të Zotit të lartësuar. Pastaj e merr prej dore profetin alayhis salam dhe shkojnë tek djali xhaxhait të saj, që ishte Waraka ibn Nawfal, prej njerëzve më të mrekullueshëm që jetonin në Mekë në ato momente. Një njeri i thyer në moshë, mirë po besimtar në besimin e pastër që kurrë nuk ishte adhuruar dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe njohësi mirë i librave të mbarshëm. Dhe thot, o djali i xhaxhait tim, pra o vëllai tim, dëgjoje pak bashortin tim se çfarë do thot. Në këto momente profeti alayhis salam i përshkroi se çfarë kishte ndodhur, duke dëgjuar dhe duke i transmetuar buzëqeshje. Mirë po një buzëqeshje që transmetonte në një farë mënyre dhe një formë pikëllimi, pra atë që do të pasonte. Pasi përfundoi i dërguari i Allahut të lartësuar tregimin e tij, i thot or bir, ajo gjë që ti ke parë dhe ai që ti të është prezantuar dhe të ka ardhur është namusi ose është ëngjulli, meleku i cili ka kaluar nga një profet në profetin tjetër. Është ai që ka ardhur Musait, ai që ka ardhur Isait, ai që ka ardhur Nuhit alayhis salam, ai që ka ardhur Ibrahimit, ai që ka marrë dritën prej Allahut, prej lartësisë së qiejve dhe ka shpërndar në tokën e Zotit nëpërmjet profetëve të Allahut të lartësuar. Pastaj pasi e përgëzoi me këtë përgëzim madhështor, se do të ishte profet i përzgjedhur prej Allahut të lartësuar. Tashmë ishte, edhe paralajmëron dhe i thotë: "Ah, sikur të isha një djalosh i ri, plot me fuqi, me energji, të ndihmoja kur gjithë popullet të vihet kundër dhe madje të shkaktojnë dhe dëbimin prej vendit tonë, të dëbojnë prej vendit tonë." Në këtë moment profeti alayhis salam i thot: "Populli im, që unë jam rritur mes tyre, jam rritur bashkë me ta, dhe prej meje absolutisht kundër tyre nuk ka buruar as një dëm, as një gjë, as një rëndes. Ata do të ndëbojnë prej vendit tim?" Thot: "Po orbir, sepse nuk ka patur ndonjë profet përpara teje që ka ardhur me këtë që ti erdhe, me këtë mesazh, vetë se automatikisht ka bërë armiq, sepse ka prishur terezin e njerëzve, interesat e tyre, dhe kanë shkaktuar deri në dëbimin e tyre, dëbimin e profetëve prej vendit të tyre." Kthehet profeti alayhis salam në shtëpinë e tij. Dhe pasi kthehet i dërguari i Zotit lartësuar në shtëpinë e tij, dhe normalisht ishte në një gjendje i tronditur dhe i mbuluar, zbret Allahu i lartësuar ajetet e para të surës Muddathir. O ti i mbuluar, ja ejuhel Muddathir, qum fa anzir, ngrihu dhe paralajmëroj njerëzit, wa rabbeke fa kebbir, dhe Zotin tënd madhëroje, wa thiyabeke fa tahhir, dhe qenien tënde, gjithë shka që ti të rrethon, pastroje, fisnikëroje, ndryqoje, lartësoje, wa rujze fehgjur, dhe të keqen braktise, wa la temnun të stekthir, dhe çdo gjë që ti bën, quaje pak, mos lavdëro veten, mos u përmend njerëzve,
Dhe mos prit kompensim prej tyre. Wali rabbike fasbir. Dhe për hir të madhështisë së Zotit tënd, tregohu durimtar. Bëj durim. Tani, çfarë na duhet që të kuptojmë? Sepse ti bëjmë tefsirin dhe komentin dhe të sjellim të gjitha kuptimet dhe mesazhet nëpërmjet këtyre 6 orientimeve hyjnore, na lipseve na nevojitet shumë po. Mirë po, si duhet ta trajtojmë dhe si duhet ta marrim sot? Si skic të mirë sinjalizuar. Projekt hyjnor, shumë i ndriçuar, shumë i thjeshtë, shumë praktik për ta zbatuar në jetën tonë. Dhe le ta marrim me detaje, pak ndalesa me ndihmën e Allahut të lartësuar. Shikoni se si këtu ka një nida, ka një ftesë, ka një thirrje. O ti i mbuluar. Dhe kjo është gjendja e profetit alayhis salam në ato momente. Ngrihu dhe paralajmëro. Qum. Ngrihu dhe paralajmëro. Dhe kjo fjala qum, që është përmendur disa herë në Kur'anin famëlar, është një mesazh që e trondit zemrën dhe mendjen e besimtarit, madje jetën e tij, duke bërë revolucion në krejtësisht qenien e tij apo të saj. Pse kjo gjë? Sepse është një mesazh hyjnor prej Allahut të lartësuar që në këtë dunja nuk mund të rish ulur, nuk mund të rish rahat, nuk mund të investosh në rahatinë e pafundme të jetës tënde, përveç në momente të caktuara. Pjesa tjetër e jetës së njeriut, të jetës së besimtarit, duhet konceptohet si një jetë e mbushur me shumë energji, me shumë aktivitet dhe me shumë punë, dhe besimtari në gjon, o në një stacion të mirëfillt adhurimi duke adhuruar Allahun lartësuar siç kemi ne sot, ose në një angazhim dunjaje, në punë, në familjen e tij, në detyrat dhe përgjegjësitë e tij, dhe pjesa ku rahatohet dhe pjesa ku ai qetësohet është vetëm orare të caktuara, momente të caktuara në jetën e tij. Dhe kjo është një thirrje ose një orientim hyjnor që besimtari të gjallërohet në jetën e tij, të gjallërohet në veprimtarinë e tij, dhe të çlirohet dhe të largojë nga vetja e tij plogështinë, dembelizmin dhe paaftësinë që i ka klasifikuar profeti alayhis salam nga sëmundjet më të këqija që e penalizojnë lumturinë, qoftë në jetën e kësaj bote, qoftë botës tjetër, tek një njeri. Dhe ju e dini shumë mirë se si i dërguari i Zotit lartësuar ishte lutur Allahut të lartësuar duke thënë: "O Allah, të kërkoj mbrojtje nga dembelizmi, plogështia dhe nga paaftësia, nga pamundësia." Dhe këtu me mua të nderuar, ju e dini shumë mirë sa prej njerëzve ka, të cilët janë privuar nga mirësi të shumta të kësaj bote dhe të botës tjetër vetëm nga plogështia dhe nga dembelizmi. I mjafton vetëm të shtrihë pak dorën, i mjafton vetëm të hedhë pak disa hapa të caktuara, i mjafton vetëm të largojë i organin apo batanien nga trupi i tij, dhe pastaj të gjallërohet dhe të aktivizohet, qoftë të shpërveshë mendjet dhe të mësoj fenë e Allahut të lartësuar, dhe të falet, dhe të agjërojë, dhe të bëjë bamirësi, dhe të përkujtojë Zotin e gjithësisë, dhe të lexojë dhe të mësojë Kur'an, apo të aktivizohet në angazhime të ndryshme të kësaj bote në mënyrë që ti mundësoj mirësinë, komoditetin, mirëqenien, qetësinë dhe të gjitha benefitet e kësaj dunjaje vetes së tij dhe familjes së tij. Feja jonë, Islami është feja e punës, është feja e aktivitetit, është feja e gjallërisë, dhe kërkon jo vetëm prej rinisë, por prej të gjithë njerëzve, besimtarëve dhe besimtarëve, që gjithmonë të jenë në një aktivitet. Dhe sa bukur ka thënë Umeri radiallahu anhu, ka thënë: "Unë e urrej." Dhe nuk e pëlqej më saktë, hajde po e zbusim pak. Unë nuk e pëlqej asnjëherë atë musliman dhe muslimane që është në boshllëk kohor, nuk merret me asnjë gjë. Nuk merret me asnjë gjë. Në momentin kur ka mundësi për të marrë dhe për të aktivizuar me shumë gjëra, me gjëra të cilat janë primare dhe parësore që kanë të bëjnë me fenë e tij, me lumturinë e tij, me përjetësinë e tij në xhenet, me kënaqësinë e Allahut të lartësuar, dhe me gjëra me detyra të pafundme, të panumërta të kësaj bote, duke filluar nga ato familjare dhe nga ato të punës, të cilat edhe nëse aktivizohemi 24 orë pa pushim, përsëri nuk i përballojnë dot.
Ndërkohë që mund të ketë prej njerëzve të cilët kanë një boshllëk të madh kohor, dhe thotë Umeri radiallahu anhu, thotë nuk e pëlqej një njeri i cili thotë s'kam si e shtyp kohën, nuk kam se si e kaloj kohën. Pra kjo buron plotësisht nga dembelizmi apo nga paaftësia. Prandaj shumë prej njerëzve janë të privuar nga mirësitë e fesë, mirësi fetare, të arrijnë nivele të larta tek Allahu, nivele të larta në devotshmëri, nivele të larta në dije, nivele të larta në raport të ngushtë me Zotin e gjithësisë, për faktin se përton. Dhe sa shpesh e kemi thënë dhe kemi ngritur zërin që mund të kesh prej muslimanëve dhe muslimanëve që duan fort Allahun. Mirë po, nuk po i gjej dot atë gjallërinë morosh. Vllai të mësoj falje mirë apo të diçka që është domosdoshme për fenë e tij. Prandaj hum, o ti mbuluar, ngriu. Është momenti për të fjetur gjumë. Dunjaja është orë të caktuara, orë të numëruara, kalon shumë shpejt, fëmijëria përfundon shumë shpejt, sezoni shkollor përfundon shumë shpejt, rinia po ashtu kalon pa u kuptuar, jeta pastaj në përfundim kthen kokën pas njeriu dhe thotë kur përfundoi jeta. Dhe shikon se sa boshllëq që kalon në jetën e tij. Ngriu. E ky është orientimi i parë hyjnor që jep Allahu i lartësuar. Për këtë arsye shikon besimtarin njeri i punës, njeri i gjallëruar, i cili edhe i mahnit dhe i çudit njerëzit se si vendos ekuilibër të përkryer, të përsosur midis apo ndërmjet detyrimeve që ka karshi Allahu të lartësuar dhe fesë të tij dhe përgjegjësive dhe detyrave që ka në jetën dhe në përditshmërinë e tij. Ngriu dhe paralajmëro. Këtë paralajmëroj. Miletin, njerëzit, ata sidomos rrethin e ngushtë, të dashurit, të afërmit, familjarët, atyre që ti ju thua i ke shok, i ke vëllezër, i do për hir të Zotit, ata të cilët ti kalon orë të tëra, paralajmëro. Dhe paralajmërimi nuk është një formë vrazhd që të friksosh apo të tmerrosh njerëzit, apo të imponohesh atyre apo të detyrosh, apo të bëhesh gjykatës i tyre. Jo, thjesht afroj. Njeriu më i mirë është ai i cili e bën Allahun të dashur në zemrat e njerëzve dhe i bën njerëzit të dashur tek Allahu i lartësuar. Paralajmëroj njerëzit, u qartëso rrugën, jetën, botën tjetër, çfarë kanë përpara vetes së tyre, përderisa ati ta ka mundsuar diçka të tillë Allahu i lartësuar. Dhe ne e dimë shumë mirë që ajo gjë që e bën një besimtar të ftoj, të paralajmëroj, apo të ftoj të afërmit të dashurit e tij. Në këtë mirësi që ja ka mundsuar Zoti i lartësuar, është shumë fisnike o të nderuar. Nëse të pyet dikush dhe thotë, "Ora, pse më thua shpesh herë apo më fton shpesh herë të falem, të besoj Zotin të vijë në xham?" Tre janë arsyet kryesore. Për sa i përket interesit personal, më thuaj, askush prej nesh nuk ka. Mandje Allahu i lartësuar i urdhëron të gjithë profetët, pa përjashtim, të thonë botërisht njerëzve, la nes'elukum alayhi ajra. Ne nuk marrim diçka përfitim personal në kompensim apo në këmbim të kësaj feje, apo në këmbim të kësaj fjale. Jo, por ama cila është arsyeja dhe shkaku kryesor që e shtyr besimtarin të ftojë njerëz në fenë e Allahut të lartësuar? E para është dashamirësia. Dashamirësia, ajo dhimbja brendshme që ka për tjetrin, ku dëshirojnë që robët e Zotit të lartësuar të gjithë të jenë në udhë të Allahut, të jenë të shpëtuar dhe mbuluar me mirësi për Allahut të lartësuar si në të botë dhe në botën tjetër. Dashamirësia, ky virtyt që nuk e gjon vetëm në zemrën e njerëzve të mëdhenj, që përkufizohet në mënyrë të mrekullueshme për profetit alayhis salam duke thënë, nuk e ka arritur nivelin e lartë të besimit dikush për jush pa dashur për tjetrin atë që do për veten e tij. Prandaj shprehet, transmetohet kjo dashamirësi nga rreth më i ngushtë që ne kemi. Shkaku i dytë, shumë i rëndësishëm, është sepse besimtari e do përmirësimin, do që të përmirësojnë gjërat, dhe një prej formave kryesore se si përmirësohet njerëzimi është të përmirësohet individi dhe shoqëria. In uridu illa al-islah mastata'tu, slogani i profetëve ka qenë, ne vërtet ju ftojmë, ju paralajmërojmë, ju përkujtojmë Zotin, e bëjmë të gjithë sepse duam të përmirësojmë për aq sa kemi mundësi. Dhe shkaku i tretë shumë i rëndësishëm është sepse synojmë shpërblimin e madh të Allahut të lartësuar
ku profeti Alesa mi thot Aliut një ditë dhe ta dish, dhe kur mos haro se me bëse të bën risk Zoti i lartësuar që një njeri vetëm të udhëzohet prej teje. Një njeri të udhëzohet prej teje, të hyjë në rrugë të Zotit është më e mirë për ty se sa të mirat e kësaj dunjaje. Më e mirë për ty se sa të mirat, të gjitha të mirat e kësaj dunjaje. Prandaj ngrihu dhe paralajmëro. Dhe ne udhëzë, sot është momenti. U a them me bindje dhe ju jeni të vetëdijshëm. Dhe sot është momenti që njerëzit më së shumti ka nevojë për të fe. Më së shumti ka nevojë për të fe. Duke filluar që nga rinia jonë e shtrenjtë. Më së shumti ka nevojë që të bëjnë të tyre, të vetët, të bëjnë këto virtyte, këto cilësi të larta dhe këtë skicë jetese që e ka skicuar Allahu i lartësuar. Për shumë arsye që nuk është momenti tani për ti përmendur. Dhe ky është momenti, a them me bindje, që ky është momenti që ne të kalojmë në një formë tjetër qasjeje, duke i ftuar njerëzit për në fenë e Allahut të lartësuar. Pasha Zotin e Gjësijës deri në këto momente jemi lodhur dhe kemi harxhuar dhe konsumuar energji pafundme duke thënë, shikoj, ne nuk jemi kështu, ne nuk jemi ashtu, Islami nuk është kështu, Islami nuk është ashtu, Islami nuk është i prapambetur, Islami nuk është muslimanët nuk janë terrorista, muslimanët nuk janë të tillë, nuk janë të atill. E mori vesh dunjaja dhe bota, që ne nuk jemi as të prapambetur. Dhe e mori vesh dunjaja dhe bota se kush janë terroristat e vërtet. Hapur i ke, botërisht ka ndalë. E mori vesh bota sot, e ka marrë vesh gjithë dunjaja se kush është Islami. Prandaj ne duhet dalim tani, duhet kalojmë në një formë tjetër dhe një qasje tjetër me davetin dhe me ftesën e njerëzve në fenë e Allahut të lartësuar. Tani është momenti ku secili prej nesh në mënyrë shumë, me krenari shumë të madhe, por pa arrogancë, edhe njëre theksoj, me shumë krenari, me shumë urtësi, por pa arrogancë, ne duhet të themi njerëzve, ky është Islami. Tani është momenti të dëgjosh se çfarë është Islami. Tani është momenti të dëgjosh se kush është muslimani. Dhe tani është momenti dhe shumë e thjeshtë ta kuptosh se çfarë do thotë ti je musliman. Shumë e thjeshtë, se tani u qartësuan gjërat. Dhe për atë pjesën naive të njerëzimit, dhe për atë pjesë të njerëzve të cilat deri në këtë moment ndoshta kishte paragjykime rreth Islamit, apo pa dituri, po tani është momenti. Prandaj, ky është momenti që secili prej nesh të eci me orientimin, me urdhrin nga Allahu i lartësuar, qum të endhir, ngrihu dhe paralajmëro. Ngrihu dhe mëso familjen tënde, mësoj fenë e Zotit të lartësuar, virtytet dhe moralet e larta. Ngrihu dhe paralajmëro dhe mëso dhe fto shoqërinë tënde pa imponim, pa arrogancë, pa bezdisje, thjesht uaj qartëso. Ngrihu dhe pajisu vetë ti më pikë së pari me virtytet më të larta të kësaj feje, pastaj transmetoj tek të tjerë. Wa rabbeke fekebbir, dhe Zotin tënd madhëroje, dhe me këtë e përfundojmë për sot. Dhe Zotin tënd madhëroje. Orientimi i dytë që jetë profeti Alesa. Dhe Zotin tënd madhëroje. Pra në jetën tënde, në çdo moment, në çdo çast, sado të hutuar të jemi, sado të zhytur në angazhimet ditore, në angazhimet tona, Zotin tënd madhëroje. Madhëroje me gjuhën tënde. Duke thënë Allahu Akbar. Allah është më i madhërisht. Madhëroje me mendjen tënde, duke imagjinuar madhështinë e këtij Zoti. Madhëroje Zotin tënd me zemrën tënde pikë së pari, dhe kjo është akoma më madhështore, duke ndier madhështinë e Allahut të lartësuar. Dhe nëse ka diçka që shumë e thjeshtë për t'u arritur, për t'u konstatuar, është pikërisht të kuptosh, të shijosh madhështinë e Allahut të lartësuar. Çdo gjë që na rrethon, çdo gjë që na mbulon, dhe çdo gjë që ne kemi kontakt me të, nuk është tregues tjetër vese i madhështisë së Allahut të lartësuar. Prandaj prej fjalëve më fisnike, më madhështore dhe më të mrekullueshme që der prej gojës së besimtarit dhe besimtare është Allahu Ekber. Në momentin që themi Allahu është më i madhi, zvoglot dhimbja, zvoglot fukarallëku, zvoglot sprova, zvoglot sëmundja, zvoglot dëmi, padrejësia, zullumi që mund të vi për njerëzve. Allahu Ekber të jep fuqi, të jep energji, të motivon,
për të vazhduar dhe automatikisht të zhdron në një njeri të fortë me shumë potencial për të quar në vend të gjitha angazhimet që njeriu ka në jetën e kësaj bote. Falenderojmë Allahun e Lartësuar që Zoti i Gjithësisë do ka bërë risk të jetojmë me këtë slogan që Allahu është më i madhi dhe madhështinë e Zotit të Lartësuar e kërkojmë pranë nesh në të gjitha stacionet e jetës tonë. Allahu qoftë me ne, Zoti na ndihmoft ne dhe gjithë muslimanët, gjithë besimtarët dhe gjithë njerëzit e mirë kudo qofshin në botë. Qoftë Allahu i Lartësuar dhe gjithë ata njerëz që më së shumti kanë nevojë për Zotin e Gjithësisë, për madhështinë e Allahut, për fuqinë e Zotit, për furnizimin, për riskun, për ndihmën, për shërimin dhe për gjithë shka që buron prej dhe vjen prej Allahut të Lartësuar. Allahu na ndihmoft, Allahu na mbuloftë me mirësitë e Tij, ne dhe gjithë njerëzit e mirë në rrugën tokësor, dhe Allahu të Lartësuar i kërkojmë që na nderojë, lartësojë në jetën e kësaj bote, dhe të na nderojë dhe të lartësojë dhe të na shpëtojë, të na shpërblejë në botën tjetër. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah al-azim li wa lakum.